I love basketball. Kam u martu me topin. Edhe, do më thonë, me një fjallë jam konë shumë i dashurum në sportin e basketit. Kom ra me flet, jam që me basket, këshirë natën NBA, këshirë Euroleague. Po fatkeqësisht në herës edhe një sen kur e do shumë t'i kpidore. Njëtë ndodhë dhe për shembull kur e do një femën, shumë me dash qot, pesht t'i kpidore, se vlerëson dashnin, edhe për qatë menoj që në herë basketi s'ma ka vlerësu mundin, metaforikisht, ka thamë këto, po s'ma ka vlerësu mundin që e kom dhonë për basketin, edhe pse thash metaforikisht, e thash këtë pjesë se mu më ka ndalë realisht lëndimi, që e kom pas një lëndim shumë tronë. Ligamentet e pkuta, po? Ligamentet, edhe ajo ka bu arsye që unë s'ko mujtë me vazhdu më në ato në basketin. Atë ka me djek? Kush? Basketit që në ki vazhdu? Po normal, se ka ndryshu shumë sistemi i basketit edhe ka shumë mungesë të lojtarëve në vendin tonë edhe menoj që me paskon aktiv kisha bo shumë ma shumë sukseset më dhoja tu bazu që s'ka konkurencë. Realisht e tha me plot bindje që s'ka konkurencë të vendi jonë në aspekt basketit se s'janë të dalë shumë me thonë talenta, ka, po janë shumë të rallë edhe ka mungesë të lojtarëve të mirë.